Përshëndetje, jemi këtu në qendrën e Tetovës, si çdo herë të realizojmë anketën e radhës, mirëpo me pyetjen se sa i ndihmojnë meshkujt grave për punët e shtëpisë. Kuptohet, për qenë një mashkull me kuptimin e fjalës ti duhet plotësosh disa kushte, mirëpo mjafton që ti t'jesh ai mashkull ideal që ajo e ka në tru. Ndonjëherë, ako ne si pomogam me međusobes, pogotovo na stari godini. To prašenje od više, ja mislim. Toliko. Ja mi je почината Господјата да ви кажем сам си живеем, без ја тој муавет го правиме, да ви кажем наискрено. Ми кажува да земам нова жена или не. Jo. Pse? Punët e shtëpisë janë gruas, nuk janë burrit. Mendoj jo. Mажот и жената се потребни повеќе на стари години. На млади и така и вака, ама на стари... Kina ndihmu, çka ka për nevojë punë, kina ndihmu. S'ka për nevojë, jo. Të them të drejtën, po, sepse me që jemi të dy duke punuar dhe sigurisht që duhet të harmonizojmë orarin dhe ka gjëra të cilat duhet t'i bëj unë, ka gjëra të cilat i bën vetëm ajo. Po sigurisht tentojmë të jemi një çift komplementar. Жена не работи, јас не работам, живеам и без старите и така. Биење садови некогаш кога има многу. Ose jo? Ma shumë? Ma shumë të shtonë në delën për të kom pushim. Çfarë për shembull i ndihmoni? Po çka mas, sallë tesha nuk la, tjerët këtë punë t'i bën. Po për shembull përgatitjen e bëj shtratin, rregulloj shumë gjëra, kuzhinën, e kështu me radhë. Gjithçka, rreth kuzhinës mos tepër. Nëse ka nevojë, nëse është e smund diçka, atëherë mund t'i ndihmoj, ama nëse është mirë, s'kam çfarë t'i ndihmoj. Po që se nuk punojnë djantarë familjes, sidomos gruaja dhe burri, kështu që ajo është e domosdoshme.